Hadithi dhe kuptimi i tij. Prisi i besimtarëve, Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, ka thënë: kush e mban sekretin e vet, zgjedhja mbetet në dorën e tij. Në këtë hadith, Imam Aliu na mëson rëndësinë e ruajtjes së sekretit dhe të maturisë në fjalë. Për sa kohë që një çështje është në zemrën dhe mendjen tënde, ti e kontrollon atë. Por kur e nxjerr, ajo mund të dalë nga kontrolli yt. Shumë herë njeriu zbulon plane, dobësi apo synime para kohe, e pastaj bëhet peng i reagimeve të tjerëve. Besimtari i mençur nuk flet për çdo gjë që di, as nuk shpalos çdo qëllim që ka. Ai pret kohën e duhur dhe personin e duhur. Kur e mban sekretin, zgjedhja mbetet në dorën tënde. Mund ta realizosh, ta ndryshosh ose ta braktisësh pa presion të jashtë. Prandaj, mos trego çdo plan para se të piqet. Mos i zbulo dobësitë para kujtdo. Flit me maturi, sepse fjala e dalë nuk kthehet më. Siç na mëson Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, sekreti është amanet i vetes dhe ruajtja e tij është mbrojtje e lirisë tonë.